Një situatë shqetësuese po zhvillohet në aeroportin Sabiha Gökçen International Airport, ku mijëra udhëtar, mes tyre edhe shqiptar, kanë mbetur të bllokuar për orë të tëra pas anulimit masiv të fluturimeve. Një qytetar shqiptar i është drejtuar redaksisë së JOQ Albania, duke denoncuar kaosin e krijuar në ambientet e aeroportit. Ai tregon se ka mbi 6 orë që pret, ndërsa askush nuk jep një përgjigje të qartë për situatën. Kaos në Stamboll. Nuk jep njëri përgjigje. Janë anulluar të gjitha fluturimet, s'ka hotele bosh. U bën 6 orë që presim. Po thonë për nesër në darkë në orën 24 ose të martën në 13. Flitet gjoja nga koha e keqe, por se dim të vërtetën. Ktu janë më shumë se 20.000 udhëtar në pritje, shprehet ai. Pamjet e dërguara nga vendngjarja tregojnë një situatë të rënduar, me turma të mëdha njerëzish të grumbulluar në sallat e pritjes, ku mungesa e informacionit dhe alternativave ka shtuar tensionin. Sipas raportimeve ndërkombëtare, shkaku kryesor i këtij kaosi lidhet me kushtet e këqija atmosferike që kanë goditur Stambollin, duke ulur ndjeshëm shikueshmërinë dhe duke detyruar autoritetet të vendosin kufizime në fluturime për 2 ditë. Kompanitë ajrore si Pegasus Airlines dhe A-Jet kanë anulluar 10 fluturime, ndërsa disa avion janë detyruar të devijojnë drejt aeroporteve të tjera për shkak të mungesës e karburantit gjatë tentativave për ullje. Autoritetet e aeroportit kanë konfirmuar se kufizimet do të vijojnë të paktën deri më 30 mars, duke paralajmëruar se anulime të tjera mund të ndodhin nëse moti nuk përmirësohet. Ndërkohë, situata nuk është e izoluar vetëm në Turqi. Problemet e ngjashme me anulime dhe vonesa janë raportuar edhe në aeroporte të tjera ndërkombëtare, duke prekur mijëra udhëtar në disa vende. Për momentin, udhëtarët mbeten në pritje të zhvillimeve të reja, ndërsa frustrimi dhe pasiguria rriten nga ora në orë në një nga aeroportet më të ngarkuara të rajonit.